Fiduin Azaka. Faleminderit zoti kryetar. Këtu me pompozitet nga kryetari i grupit parlamentar na u listua kushtetuta, rregulloria dhe ai manuali që ju e lexuat si manualin e pushkës model 56, sepse kërkoni të pushkatoni me manual fjalën dhe qëndrimin e opozitës. Po mirë se e tha zonja Topalli, si që ka manuali barabart me kushtetutën dhe rregulloren. Unë jam deputet i Kuvendit të Shqipërisë, lexoj rregulloren dhe rregulloria në mënyrë taksative në nenin 103 më jep të drejtën të bëj seancë pyetjesh ndaj përfaqësuesve të institucioneve të pavarura dhe nuk e përcakton fare që pyetja duhet jetë me shkrim apo duhet jetë me gojë. Dhe manuali jot i pushkës model 56 nuk e përcakton njëkohësisht. Dhe ndërkohë që është krejt i pavlerë, sepse është miratuar në korrik 2021, ku asnjë deputet i Partisë Demokratike nuk ka qenë në atë sallë dhe në atë vendim. Se ju a tha zonja Tabaku, keni marrë dhe vendime tjera ju, duke hequr dhe koalicionet. Po histori tjetër, le talem atë historinë atje ku është. Pra, qartazi, ju të regoni që keni frikë. Unë dua ta falenderoj zotin Gogu, sepse në atë dëshirën e madhe për të thënë fjalë bukura tregoj sinqeritetin e tij. Ju doni që ne t'ju asjellim gjitha pyetjet me shkrim. Ju doni që këtë pjesë ta vendosni me hekura dhe ne të bëjmë komunikim me letra me ju. Po, ju a thanë dhe tjerët, po unë kam një propozim tjetër, se do bëj 2 propozime, po e kthej me korespondencë më në parlamentin, po çfarë duam ne, unë se kuptoj. Me shkrim pyetjet, po dhe me shkrim përgjigjet, e bëj me korespondencë. Dhe tek e fundit, zoti Peleshi, që kur je ulur në atë karrige, ti e drejton parlamentin sipas urdhrave politik që të vinë nga kryetari i grupit Partisë Socialiste. E heqim kushtetutën, e heqim dhe rregulloren, e heqim dhe manualin, megjithëse është juaj, e zëvendësojmë me statutin e Partisë Socialiste. Më ç'i duam këto ne? Ti as nuk e lexon, as nuk e zbaton këtë. Edhe këtë as nuk e lexon dhe as nuk e zbaton. Zoti Peleshi, që kur ka ardhur, e ke bërë këtë gjë. Edhe në raporte, edhe më të ngushta, por themi gjë. Nuk është ky parlament për të ndarë epokat, nuk je aty për të folur për epokën para Peleshit dhe kjo është epoka pas Peleshit. Ndryshosh ti traditën parlamentare, ndryshosh ti pozicionin dhe rolin e deputetit si llogari kërkues, nuk e bëj për veten time unë, zoti Gogu, e bëj për publikun. Dhe e bëjmë vetëm për publikun, në interesin e publikut. Pse i viktimizoni ata njerëz? Ata janë drejtues me autoritetin e tyre dhe unë jam me autoritetin e votës për të biseduar, bashkë biseduar, kërkuar llogari për shqetësimet që ka publiku, nuk janë personale. Shqetësimet personale i keni ju. Ju jeni konflikt interesi sepse keni dosjet kapic atje dhe prandaj doni që të hesht opozita. Faleminderit. Zoti Boçi, meqense mu drejtuat personalisht, edhe natyrisht nuk është etike të shtrembrojnë fjalët e njëri tjetrit. E para, unë fola për të drejtën e kushtetutës, e cila një jo vetëm të drejtat e deputetëve, që padyshim janë përfaqësues të popullit edhe të sovranit, por një edhe të drejtat e qytetarit të thjeshtë dhe të institucioneve shtetërore, për të respektuar dhe jo në përkëmbur. Këtë e thash, pavarësisht se si dikush e keq interpretoi. Më pas shkova te rregulloria, siç tha zoti Balliu edhe shumë të tjerë nga ju, e citoj shumë korrekt, rregulloria nuk thot se si bëhen pyetjet. Thot thjesht vijohet me përgjigjet e pyetjeve. Më pas shkova te manuali dhe nuk thash në asnjë moment që manuali është mbi rregullore, por është shpjegimi i rregullores, një manual i miratuar me konsensus, vetëm 3 vite më parë, dhe unë atë po zbatoj. Më pas shkova edhe te tradita parlamentare. Në fillim flisnin për 35 vite tradit, tani përfundoj në 2 vite tradit, jo të mirë. E tha kryetari i grupit parlamentar, e them dhe unë, që nuk ka qenë një tradit e mirë, se s'quhet as tradit me 2 vite. Do ta them tani, meqense nuk keni durim. Po e them tani, nëse duam të qëndrojmë rregullores, atëherë rregulloria thot, në 116, kur ngrihen pretendime gjatë zhvillimit të seancës plenare, lidhur me interpretimin dhe zbatimin e kësaj rregullore, është kompetencë e drejtuesit të seancës për të vendosur për pretendimin e ngritur, vendim i cili nuk është objekt diskutimi.
Nëse i shkojmë rregullores, i bie që tani të fillojmë me rendin e ditës. Ndërkohë keni regjistruar një listë të gjatë fjalë procedurë dhe të gjithë po e merrni fjalën procedurë dhe vazhdoni thoni nuk po flasim, por na mohohet e drejta e fjalës. Zoti Gogu si ministër ka kërkuar fjalën pas zotit Ndoj, Arian Ndoj.